Andaj me kënaqësi ftoj Kryeministrin e Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, për të mbajtur një fjalë rasti. Faleminderit. E nderuara Ministrën e Detyre e Ekonomisë, zonja Artani Zvanolli, e nderuara Ministrën e Detyre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonja Rozeta Hajdari, e nderuari ambasadori i Luksemburgut në Kosovë, zotëri Erik Dic, të nderuar përfaqësues të Agjencisë Zhvillimit të Luksemburgut, LuxDev, të nderuar përfaqësues të odave ekonomike, të nderuar përfaqësues të ndërmarrjeve prodhuese. Sot po prezantojmë skemën e granteve për ndërmarrjet prodhuese me përkrahjen e madhe të partnerëve tonë, Qeveria e Gjykatës së Madhe të Luksemburgut përmes Agjencisë së Zhvillimit të Luksemburgut LuxDev në vlerë totale prej 1 milion euro. Kjo përkrahje që po u japim ndërmarrjeve vjen si vazhdimsi e 4 viteve të punës për zhvillimin e ndërmarrjeve dhe ekonomisë së vendit tonë. Shumë prej jush që jeni sot të pranishëm e qindra prodhues të tjerë, tashmë i keni hapur dyert për linja automatike, për robot e për pajisje të reja, fal 100 milion euro kredive investuese të subvencionuara për 379 ndërmarrjet dhe 12 milion euro të tjera për 440 biznese të cilët e zgjeruan kapacitetin pa rrezikuar bilancin. Për këtë jemi siguruar që të shfrytëzojmë edhe përkrahjen e mërgatës tonë përmes emitimit të bonove të thesarit në vlerë prej 10.4 milion euro, të cilët kanë mundësuar investimet për prodhuesit vendor. Si vazhdimësi e investimeve që kemi bërë deri më tani, skema të cilën po e prezantojmë sot është reflektim i 2 prioriteteve të qeverisë sonë. E para, përkrahjes për sektorin privat dhe në veçanti për prodhuesit dhe për rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve vendore, dhe e dyta, rritjes së eficiencës së energjisë, e cila gjithashtu ndërlidhet ngushtë me uljen e kostos së prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë në tregun vendor dhe ndërkombëtar. Për të parën, po i përkrahim prodhuesit vendor si shtyllë kyçe e zhvillimit ekonomik dhe e punësimit, e në të njëjtën kohë si sektori më konsumues si energjisë, të cilët si rrjedhoj preken më së shumti nga kostot e energjisë. Prandaj përmes kësaj skeme po ju kushtojmë përkrahje të veçantë ndërmarrjeve, të cilët kanë dalur në treg të hapur të energjisë elektrike. Për të dytën, po nxisim investime të cilat përtej përfitimeve direkte të ndërmarrjet që rrisin eficiencën e energjisë në vend, si bosht i strategjive tona për zhvillimin industrial dhe mbështetje të biznesit si dhe për energji. Me këto 2 prioritete në mendje, sot po jetësojmë masa përmes të cilave ndërmarrjet tona mund të përfitojnë deri në 25.000 euro dhe atë për sisteme solare për të prodhuar energjinë elektrike ose për të ngrohur ujin, pastaj për bateri për ruajtjen e energjisë, mandej izolim të ndërtesave, dyere dritare të reja eficiente dhe pajisje të tjera të cilat urrisin eficiencën e prodhimit. Përfitimi i menjëhershëm i grantit dhe kursimi afatgjatë që këto sisteme e pajisje garantojnë, pa dyshim që do të luajnë rol në rritjen e prodhimit me kosto më të ulta e zhvillim të më të tjeshëm të ekonomisë në vendin tonë. E falenderoj Qeverinë e Gjykatës së Madhe të Luksemburgut për partneritetin e shkëlqyeshëm dhe për krahjen e çmueshme, rezultatet të cilave është edhe kjo skemë e granteve e përkrahur përmes Agjencisë së Zhvillimit të Luksemburgut LuxDev. Falenderoj Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Agjencinë për Investime dhe përkrahjen e ndërmarrjeve në Kosovë KIESA për punën e shkëlqyeshme, zhvillimin e kësaj skeme, rezultatet e së cilave do t'i gëzoj sektori i prodhimit në vendin tonë. Ju uroj suksese e ju faleminderit për pjesëmarrje dhe vëmendje.
Faleminderit zoti kryeministër për fjalën tuaj. Tani ftoj në skej ministrën e ekonomisë Artuan Rizvanolli. Faleminderit. Nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti, nderuar Ministre e Mintit, zonja Rozeta Hajdari, nderuar zotri Erik Dic, ambasadori i Luksemburgut në Kosovë, të nderuar kolegë nga zyra rregullatorit për energji, Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë e institucione të tjera, përfaqësues nga Agjencia e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor Luxdev, drejtor i Kjesa, zotri Zef Dedaj, të nderuar përfaqësues të bizneseve, odave ekonomike, ndërmarrës partner të nderuar të pranishëm. Është kënaqësi që po mblidhemi sot për të lancuar skemën e granteve për energji të pastër për bizneset prodhuese, një iniciativë që bazohet në 2 shtyllat kryesore të strategjisë tonë për energjisë. Investimet në eficiencën e energjisë për të ulur konsumin dhe investimet në gjenerimin e energjisë së pastër. Skema ka vlerë për 1 milion euro dhe financohet qeveria e Luksemburgut, ndërsa zbatohet nga Luxdev në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kjesas dhe Mintin, dhe brenda kësaj do të mbështeten një sër masash për bizneset të cilat veç i përmendi kryeministri më herët. Dua të theksoj se është skema e 6 e eficiencës së energjisë, por disa prej skemave kanë pasur edhe më shumë rande, besoj që dikund e 15 herësh që hapim skemë për përkrahje të eficiencës së energjisë në Kosovë gjatë 3 viteve të fundit. Të gjitha këto skema pra janë skema të reja, çdo vit kemi pasur skemë të re, çdo vit kemi pasur lloj-llojshmëri të skemave dhe rritje të gjithë përfshirjes së familjeve ose bizneseve që përfshihen në këto. Për më tepër, për herë të parë, këtë herë po ofrojmë ndihmë përmes 3 skemave të reja për biznese, duke përkrahur për herë të parë për bizneset investimet në izolimin e ndërtesave të tyre, e cila do të zbatohet me përkrahjen dhe përmes Fondit Kosovës për eficiencë të energjisë. Gjithashtu për herë të parë do të mbështesim sisteme për ruajtje të energjisë me bateri, si dhe shndrues frekuencor për rritjen e eficiencës së pajisjeve ekzistuese. Si edhe me skema tjera të mëhershme të eficiencës që kemi pas, ne besojmë dhe shpresojmë dhe jemi të bindur që këto skema përveç ndikimit të tyre direkt do të kenë një ndikim edhe në ngritjen e vetdijes tek bizneset për të bërë investime të tilla dhe për të mësuar për lloje të reja të pajisjeve që mundsojnë atyre të ulin kostot dhe të rritin konkurrueshmërinë e tyre. Gjatë këtij mandati kemi investuar investime rekorde në eficiencë të energjisë, më shumë se kurdo herë më parë në Kosovë. Vetëm bizneset kemi subvencionuar me pajisje eficiente dhe sisteme solare në vlerë prej 273.000 euro, në total 156 biznese mikro të vogla dhe të mesme gjatë 2 viteve të kaluara. Interesimi më i madh në të kaluarën ka qenë për sisteme solare fotovoltaike, me gjithsej 51 përfitues, prej të cilave 12 kanë qenë biznese prodhuese. Kjo skemë e nisur në vitin 2023 ka sjell 2 MW të reja kapacitet të ri të instaluar, me një prodhim vjetor të pritur prej rreth 7 gigavator, që mbulon 0.11% të konsumit kombëtar. Ndonse kjo mund të duket modeste, ky rezultat tregon, kjo është, po flasim megjithatë për një skemë të vogël, dhe është rezultat që tregon se me një skemë të dizajnuar mirë dhe mbështetje të targetuar është e mundur të arrihen ndikime të dukshme edhe brenda një kohe relativisht të vogël. Nga analiza e kapaciteteve të konsumatorëve të autorizuar nga zërrej, shohim një trend pozitiv të rritjes, nga 1.92 MW në vitin 2021 në 13.56 MW në vitin 2024. Nga viti 2020 deri në korrik 2025, kapaciteti total i autorizuar për konsumator ka arritur gati 27 MW, pa përfshirë instalimet pas njësorit, të cilat me gjase rrisin dukshëm këtë shifër, që do të thotë që ne tani më i kemi të kaluar targetet edhe për vitin 2031, të cilat i kemi vendosur në energji. Tani me përvojën e fituara si institucione, si Ministri e Ekonomisë, si Kjesa, si Fondi Kosovës për eficiencë të energjisë, jemi të gatshëm që të zbatojmë këto skema të reja në një bashkëpunim të ngushtë, i cili siguron një bashkëpunim të ngushtë mes ministrive relevante, nga njëra anë Ministrisë së Industrisë dhe nga ana tjetër Ministrisë së Ekonomisë, dhe
kjo skem vjen në një moment kyç kur në Kosovë po zbatohet faza e dytë e liberalizimit të tregut, mbi 700 kompani tashmë operojnë në treg të liberalizuar dhe kjo është mënyra jonë për të siguruar që ata që preken më së shumti, pra bizneset prodhuese, po edhe që janë shtylla kryesore e ekonomisë, të kenë përkrahjen e duhur për të bërë investime që janë të dobishme për ta dhe për ekonominë e Kosovës në shumë mënyra, duke përfshirë rritjen e konkurrueshmërisë, uljen e kostove, ndikimin në ulje të importit, si dhe të kemi biznese më të gjelbra e më konkurruese për Evropë sot e në të ardhmen. Si që thate Kryeministri, skema e granteve për energji të pastër do të ofrojë deri në 20.000 euro grant për një masë të vetme, ose deri në 25.000 euro në rast se kombinohen dy masa. Për detaje do të dëgjoni më vonë, ndërsa mbi afatet e aplikimit dhe dokumentet zyrtare mund të gjeni në faqen e Ministrisë së Ekonomisë, Kjesas dhe në faqen e Mintit. Ju ftoj të ndiqni këto për të informuar me kohë. Në fund dua të falenderoj Mintin dhe Kjesan për bashkëpunim, si dhe Gizin dhe Fondin e Kosovës për eficiencë e energjisë, që kanë dhënë inputet e tyre profesionale në dizajnimin veçanërisht të pjesës izolimit të objekteve dhe të shprehim mirënjohjen e thellë për Agjencinë e Luksemburgut për bashkëpunim zhvillimor LuxDev dhe Qeverinë e Luksemburgut që po përkrah financiarisht këtë skemë. Dëshiroj sukses të gjithëve dhe ju inkurajoj që të na jepni edhe informatat tuaja mbi atë se si e vlerësoni skemën dhe procesin e aplikimit në mënyrë që t'jetë edhe një mësim për institucionet për skemat e radhës. Ju faleminderit. Faleminderit Ministre për fjalën tuaj. Sipas agjendës, fjalën e radhës e ka Ministri i Ndërmarrësisë, Industrisë dhe Tregtisë, Zonja Rozeta Hajdari. Faleminderit. I nderuar Kryeministër Albin Kurti, i nderuar Ministre Artane Rizvanolli, i nderuar Shefi i Misionit të Gjykatës së Madhe të Luksemburgut, Zotri Erik Diec, të nderuar kolegë nga Kjesa, nga Ministria e Ekonomisë dhe të nderuar pronare përfaqësues të bizneseve vendore dhe të tjerë që jeni prezent këtu në këtë sallë. Sot jemi këtu pas konferencës që kishim në javën e kaluar, bashkë me Ministrën e Ekonomisë Zonjan Artane Rizvanolli dhe Shefin e Misionit të Gjykatës së Madhe të Luksemburgut, Zotrin Diec, ku shënuam në nënshkrimin e marrëveshjes për zbatimin e skemës së granteve për energji të pastër me kontribut financiar për 1 milion euro. Kjo skem do të zbatohet nga Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si pjesë instrumenti projektit KSV 024 me financim nga Gjykati i Madh i Luksemburgut dhe i zbatuar nga LuxDev në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Ekonomisë. Në këtë skemë, pra, si shpërmendi Ministrja, do të kenë fokus ndërmarrjet më të prekura nga tregu i hapur i energjisë elektrike, projektet të cilave synojnë të rrisin eficiencën e energjisë dhe përdorimin e energjisë së rinovueshme brenda ndërmarrjeve. Të nderuar ndërmarrës, dua t'ju njoftoj se Kjesa ka përmirësuar dukshëm performancën e saj gjatë 3 viteve të fundit, duke rezultuar me rritje të besimit të partnerëve ndërkombëtar për bashkëpunim për zhvillim, të cilët tashme po kontribuojnë me financim në skemat e granteve të Kjesas për mbështetje ndaj ndërmarrjeve mikro të vogla të mesme dhe start-upeve me shumë potencial të pashpalosur për zhvillim të përgjithshëm të vendit tonë. Skema e granteve për energji të pastër është vetëm skema e radhës, për të rast të falenderoj Zotrin Diec, me cilin kemi pasur bashkëpunim të afërt edhe në skema tjera me bashkëfinancim nga Gjykati i Madh i Luksemburgut. Pra, me Zotrin Diec kemi lansuar në platformën e-Kosova edhe skemën e granteve për inovacion në vlerë për 1.9 milion euro, si bashkëfinancim nga Mint, Kjesa me 500.000 euro dhe Luksemburgu me 1.4 milion euro. Pastaj kemi nënshkruar edhe marrëveshjen e bashkëpunimit, ku kemi lansuar skemën e granteve në platformën e-Kosova për mbështetje ndaj ndërmarrjeve mikro të vogla të mesme me veprimtari në fushat e industrisë kreative.
Kjo skem është në vlerë për 1.450 milion euro me kontribut nga Kiesa 500.000 euro dhe 950.000 euro nga Luksemburgu. E në ditët në vijim do të nënshkruajmë edhe një marrëveshje në mes Kiesas dhe Luxdev për skemën e granteve për mësimin dual në vlerë për 1 milion euro nga Luksemburgu, por që përfituesit e kësaj skeme do të kontribuojnë me trajnimet e të rinjve në profesionet e nevojshme të identifikuara për zhvillim të industrisë. Të nderuar ndërmarrës, në këtë rast dua t'ju njoftoj se besimi në institucionet qeveritare nga partnerët zhvillimor është për shkak të rritjes së llogaridhënies dhe transparencës me dhënien e granteve në bazë të meritës e jo në praktika të dëmshme siç ishin më parë. Ne gjatë vitit 2024 përkrahem rreth 500 ndërmarrje të ndryshme, pra 308 biznese me grante, dikun 180 biznese në panajire, derisa në vitin 2025 kemi rritje të dukshme të buxhetit për mbështetjen e ndërmarrjeve mikro të vogla të mesme dhe startupeve. Përmes platformës e-Kosova kemi lansuar thirrjen publike të radhës për këto ndërmarrje në vlerë prej 5 milion euro, por duke pasur shumë aplikues në këtë skemë për blerjen e makinerive të avancuara prodhuese e përpunuese, ne kërkuam ndihmën nga qeveria për të rritur këtë skemë dhe rritëm në vlerë prej 7.3 milion euro, ku presim të kemi 140 përfitues në këtë skemë dhe së shpejti kryeministri presim edhe të nënshkruajmë marrëveshjen me këta përfitues. Për dallim nga viti 2021, ku skema e granteve për blerjen e makinerive të avancuara ishte vetëm në shumë prej 0.5 milion euro, tani kemi vetëm këtë skemë 7.3 milion euro, pra një rritje e dukshëm rekorde. E për më shumë, përmes platformës e-Kosova kemi lansuar edhe skemat me vetëm buxhet nga Mend Kiesa, pra për certifikim dikon 600.000 euro me shumë përfitues, pastaj skemën e re në vlerë për 1 milion euro për sektorin e tikut, pastaj kemi lansuar skemën e granteve për digitalizimin e ndërmarrjeve mikro të vogla të mesme, me bashkëfinancim nga ADA e Austrisë, dhe jemi duke vazhduar edhe me panajiret ndërkombëtare. Në këtë rast, dua t'ju njoftoj se Kiesa do të organizojë edhe sesione informuese për ndërmarrjet e interesuara dhe të gjitha aplikimet do të jenë sipas udhëzimit administrativ të granteve nga Kiesa, ku pritën të plotësohen shumë kritere sipas këtij udhëzimi administrativ. Me këtë rast dua të shpreh mirënjohjen e thellë për bashkëpunimin me Ministrinë e Ekonomisë, por edhe për më shumë me zotrin Erik Diec dhe ekipit e tij për bashkëpunimin e ngushtë me Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe angazhimin me përkushtim për vazhdimin e mbështetjes së madhe nga Dukati i Madh i Luksemburgut ndaj Republikës së Kosovës. Faleminderit sepse ne kemi shumë potencial të pashpalosur të sektorit privat dhe synojmë për forcimin e ekosistemeve të inovacionit dhe rritjen ekonomike të barabartë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Hajdari. Tani ftoj në skenë ambasadorin e Luksemburgut në Kosovë, zotin Erik Dietz, për fjalimin e tij. Mr. Dietz, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good morning, everybody. I'm Jesse. Dear Prime Minister, dear Ministers, Minister of Economy, Minister of Trade and Entrepreneurship and Industry, dear Director of Kiesa, ladies and gentlemen, distinguished guests. It's a pleasure to join you today for the launch of the Clean Energy Grant Scheme, marking another step of Luxembourg's long-standing commitment to strengthen the private sector and foster sustainable economic growth in Kosovo. Financed with €1 million by the government of Luxembourg and implemented by our cooperation agency, LuxDev, in close partnership with Kiesa and the Ministries of Trade and Economy, these schemes demonstrate Luxembourg concrete hands-on support for the private sector development. These measures will lower energy costs, enhance competitiveness, and reduce greenhouse gas emission,
At the time of energy market liberalization, directly reinforcing the private sector's ability to grow and innovate. This initiative is part of Luxembourg's wider strategy to boost private sector innovation and competitiveness in Kosovo. It builds on the Innovation Grant Scheme, which has already supported 48 companies, and the Creative Industry Grant Scheme, which will support around 40 creative businesses. A forthcoming dual VET grant scheme will further connect vocational schools and businesses in key sectors, renewable energy, ICT, food and beverage, and wood processing, equipping young people in Kosovo with the skills needed for sustainable jobs. Through these combined efforts, Luxembourg reaffirms its long-term commitment to green and digital transition, innovation, and a resilient private sector. Luxembourg warmly thanks the government of Kosovo and all its partners for their close and constructive collaboration, which makes this joint achievement possible. Falim Derecho. Faleminderit zotri ambasador. Tani do të sqarojmë dhe do të shpjegojmë dhe përmbajtjen e skemës dhe i ftojmë në skenë dhe përfaqësuesin nga Ministria e Ekonomisë dhe Kjesa, të cilët do të sqarojnë përmbajtjen e thirrjes, sistemet dhe pajisjet të cilat do të subvencionohen, si dhe proceset administrative që bizneset duhet i kenë parasysh. E kemi këtu zonjën Aurora Popova nga Ministria e Ekonomisë, e cila është udhëheqëse e divizionit për mbështetje teknike të BRE-ve, dhe zotrin Ngen Berisha nga Kjesa, udhëheqës i sektorit për projekte në fushën e NMVM-ve.